Shitja e fjallë Ne kemi edhe një herë së bashku. Odorata, Mirë, shkojmë në shtëpi. Yje! I pa zoti e po ec. Jam sërish me juve, të zot dhe të pa zot, të aft dhe të pa aft, Në çfarë situatë? që si nuk ju mbyll ajo goj. O në cilën situatë? Të përdorës fjalët e pra. O, zotrinj, jam me ju, Stenaldo. E, po jo, duket sikur nuk e di. Po ti tani Pra, ka një nëse, e di që ka një durim, o, miri se nuk dua. O, më ke thënë babaj pa aftë. O nuk ta kam thënë kur, e normal apo jo? Nuk ta kam thënë kur. Nuk ta kam thënë kur. Vendosja, se kam renditur fjalë gabim në fjalit e kam shpjeguar. A mundet të tregoni pak civilizim? Po ta tregoj edhe Stenaldo, Ledion. E kam treguar në çdo rast. Se ndonjëherë më duket sikur sikur menaxhoj një kopër zoologjik, jo një Po jo Ledion, se s'mund durojnë tani ligjëratat e Stenaldos. Dgjoj, ti duhet të durosh ligjëratat e Stenaldos, për sa kohë Stenaldo është banor i asaj shtëpie me të drejta. Dhe për te kësaj, i dashur miri, duhet të durosh edhe faktin që kur unë hy në shtëpi, të kesh minimumin e edukatës dhe respektit për ta mbyllur gojën dhe për ta vazhduar atë debat të cilin e kemi dëgjuar ka 3 javë, pasi të mbaroj unë këtë gjën time të parëndësishme në syrin tënd. Dakord? Në rregull, më unë dëgjoj. Faleminderit shumë. Patjetër, ai nuk dëgjohet zëretit. Faleminderit. Patjetër. Është momenti tani të zbulojmë se cili nga 3 çiftet e propozuara për të bërë martesën këtë javë do të shpallet fitues. Siç ju thash, kemi hapur një sondazh në faqen tonë të Instagramit dhe çifti fitues me 82% të votave është Stenaldo dhe Disa. Selin dhe Gimbo. Faleminderit shumë. Po ka një problem me kjo. Urime çifti. Thank you. Ka një problem të madh. Qa problemi? Djali akoma nuk më ka propozuar. Akoma nuk ka propozuar. Jo. Kemi orë sot mbas showt. Ka mundësi. Po, besoj se po. Pastaj Të çojt Gimbo të të propozoj tani të shikojmë një gjë të bukur sot pak. se s'ke parë gjëra të bukura ti sot. A dojmë mu martu me mu? Ç'është kjo pyetje? O Gimbo. Po duhet t'i japësh një gjë, që ta bulosësh pra, duhet i bësh. Shëllobësh, hiq një nga ato tapat e selitës dhe ka atë rrotën, atë jeshilen brenda. I ka vënë Unë pavarësisht se këtu më ka dalë nami që ble me lekë, më jafton dhe ajo tapa e selitës për t'i thënë. Dashuria e vërtetë ashtu. Akoma më bukur. Bravo. Urime. Faleminderit shumë. Është unos që, ma ujë mëre, që nuk e eku pikisht i kurrë dhe s'muni me po që kam shaj, këto në kuën se e mojnë ndurë gjithë. është e babës edhe, pse mos m'ja jep qikës në detja bija ato tjetërën. Fustani si do jetë, do jetë roza po i bardhë? O, pink. Sa ke pyetje, Ledion? Kjo është qika me vogël pink. Po pra, do ketë një gjë pink, besoj. Edhe në po besoj që ashtu. Po, a keni menduar këtë do keni kështu shoqërues të nusës, shoqërues të Greta i kena këto ndorë krejt. I keni, okej. Atëherë gjatë këtyre ditëve do merreni me organizimin se keni shumë gjëra për të bërë. Do merrni dhe me ftesat, keni shumë gjëra për të bërë. Me ftesa, atë për shumë mirë. Po patjetër, se ku ka dasëm pa të ftuar, nuk quhet. Faleminderit shumë Ledion. Tani,
dua të flas pak për treshen më të re të gocave që kemi aty brenda. Pra janë Energjia e re, Edisa, Egi, Nikol, që munduan të jepnin ca ngjyra të reja shtëpisë, të paktën në këto 72 orë. Dhe ka patur raste që ja kanë dalë, shohin.